Ndotja mjedisore vjen të jetë një nga problematikat kryesore të kohëve moderne. Ajo shfaqet në forma të ndryshme si aktiviteti industrial, shtimi i mjeteve në qarkullim, por edhe përdorimi i burimeve të ngrohjes. Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, këshilltari i Partisë Republikane shprehu shqetësimin e tij për ndotjen e ajrit në qytetin e Elbasanit. Ai kërkoi nga Bashkia të vendosë në dispozicion matjet më të fundit mbi nivelin e ndotjes në qytet, duke vënë theksin veçanërisht e ndotja që vjen nga përdorimi i druve të zjarrit për ngrohje. Bashkia, mos kemi një studim i cili na tregon sa konsumohet druni i zjarrit për ngrohje, sa e kanë domosdoshëm se nuk kanë mundësi tjetër, edhe sa e kanë çështje luksi, në mënyrë që ndoshta ky këshill, ndoshta i këshill tjetër, bëj hapi çik më ekologjike dhe të shohim mundësira çik më të pastra. E kam shqetësimin, jo se du me prish punë këtyre, se po të theme ne herë, ne kemi traditë dhe mirë bëhet, po ne jetojmë pallate. Unë sot jetojnë katë pestë. Kam në ca tjera të përqerë. Komshillarët me shtëpi për dhesë, shqyqyri Zotit, nezin dru zjarri, nuk hyet në pallat, në balkon po jo. Kështu që a ka marrë në nisëm kësaj natyre Bashkia që të na sqarojë çik më shumë, a kemi mundësi të rregullojmë diçka në këtë mes, a nuk po them për tash, si e kemi këtë problem, nëse ka mundësi. Kaq përfaqësuesi i Bashkisë së Elbasan deklaroi se vitet e fundit është vërejtur një ulje interesi të qytetarëve për blerjen e druve të zjarrit, çka sipas tij tregon një zhvendosje graduale drejt burimeve alternative të ngrohjes. Do ta themi mjaft hapur dhe pak nga përvoja ime që kam në Bashkinë Elbasan gjatë këtyre 10 viteve të fundit, do të them se nëse para 2 viteve ne kishim një fenomen të tillë që kërkesa për druzjarri ishin maksimale. Bilis kemi shkuar deri aty sa ne t'i diferencojmë kërkesat për furnizim të druzjarrit duke si lehtësuar grupet që janë më të marginalizuar, që janë pensionistet, ato familje që janë me ndihmë ekonomike të tjera. Kurse ç'na ka ndodhur vitin që kaloi dhe këtë vit, pra kërkesat kanë qenë në ulje, në ulje do të them gati 50% më pak, dhe kjo na ka bërë dhe ne thashë që ne t'i heqim çdo lloj barriere për furnizimin me druzjarri. Megjithatë, ndotja e ajrit mbetet një sfidë që kërkon vëmendje të vazhdueshme dhe bashkëpunim mes institucioneve dhe qytetarëve.